Vlen do të kërkojnë nga kryeministri Kristian Mickoski të rishikohet marrëveshja për koalicionin qeveritar pas largimit të Aleancës për Shqiptarët nga Vlen. Beson se kjo nuk nënkupton krizë politike dhe zgjedhje të parakohshme, duke qenë se numrat garantojnë një qeveri stabile. Edhe partitë të tjera sipas tij mund t'i bashkohen koalicionit, por se cilat janë ato nuk potencohet. Sigurisht që në rrethanat e reja të krijuara ne do të kërkojmë nga kryeministri të rishqirtojmë marrëveshjen si koalicion. Tash pjesa tjetër mbetet të diskutohet se si do të vazhdoj më tutje, më thonë, formati i qeverisë. Por ne sigurisht që si Vlen do të kërkojmë që të ulemi të bisedojmë edhe një herë për pozicionet tona në qeveri. Shumica parlamentare është më stabile se kurdoherë që ka qenë, biles kemi informata se ka edhe subjekte politike edhe individ nga për momentin që janë pjesë opozitës që janë të gatshëm të bashkohen qeverisë. Pra, e dini edhe deklaratën e zotit Taravarit që nuk është i gatshëm për t'u larguar nga qeveria dhe nuk besoj se do ketë krizë qeveritare, përkundrazi ka individ dhe subjekte politike nga opozita cilët janë të gatshëm të jenë pjesë e shumicës parlamentare. Ndërkohë që nga vendimi i partisë së Arben Taravarit nuk kanë pushuar qëndrimet thumbuese mes ish-partnerëve. Taravari akuzohet për marrëveshje me BDI-n në dëm të koalicionit. Ndryshimi është i vështirë në fillim, i ngatëruar në mes dhe i jashtëzakonshëm në fund, por askush se ndal dot, as oportunistët, as demagogët që refuzojnë të ndryshojnë, as politikanët e varur, as oligarkët që duan ta mbajnë peng politikën, u shpreh Izet Mexhiti, kryetari i Lëvizjes Demokratike. Taravari nga ana tjetër ironizon me idenë e ndryshimit, të cilën deri dje e promovoi. Një nga thirrjet më qesharake është apeli për ndryshim nga dikush që vetë përdor metoda të një mentaliteti politik të vjetër. Ndryshimi fillon nga vetja, por për dikë kërkon më shumë kohë e për dikë më pak. Fatkeqësisht ka disa që nuk ndryshojnë dot asnjëherë, theksoi Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. ASH-ja e Taravarit nuk përjashton as mundësinë e bashkimit me ASH-n e Selës. Sipas tyre, në politik edhe kjo është e mundur. Zjadin Sela reagoi dje për herë të parë që nuk kishin filluar përplasjet mes Vlen dhe Taravarit. Ai në njërin nga reagimet aludon në atë se Taravari nuk posedon asgjë për ta quajtur ASH-n e tij shtëpi. Sipas traditës dhe të drejtës zakonore shqiptare, shtëpia nuk është thjesht objekti ku rri, por është namë dhe identitet. Të madhe apo të vogël, një derë e një shtëpi e bën zoti i shtëpisë. Nderi, besa, fjala e dhënë dhe e mbajtur, burrëria janë atributet që duhet ky zot shtëpi etiket. E kur nuk i ka as shtëpi e derë, nuk quhet e jo më e madhe, tha Zjadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Kryesia e ASH-s së Taravarit ditë më parë vendosi të shkojë në zgjedhjet lokale me lista të ndara të kandidatëve për këshilltar komunal, kurse për krerët e komunave tha se do të kërkojë mbështetje.